Tre persona të armatosur kanë grabitur një filial banke ditën e sotme në Orikum. Sipas dëshmitarëve, 2 nga grabitësit kanë hyrë brenda në bank për të realizuar vjedhjen, ndërkohë që i treti ka neutralizuar rojën e bankës, duke i mbajtur përgjatë gjithë kohës që kryej grabitja armën në kokë. Gjithashtu mësohet se grabitësit kanë qelluar me armë në ajër duke shkaktuar panik në zonë. Me armë qelluan, vajtë në morën lekë. Ku qelluan brenda në bank apo jashtë? Jashtë dhe bank. Sa veta ishin? 3 ose 4 veta. Të tre janë larguar nga vendngjarja me anë të një mjeti me ngjyrë të bardhë me targa të Tiranës, të cilin e kanë braktisur dhe djegur për të fshehur gjurmët dhe më pas janë fshehur në një pyll në zonën e njohur si fusha e fshatit Dukat. Në operacionin për kapjen e 3 grabitësve janë angazhuar veç forcave të policisë së Vlorës edhe ato të Reneas, ndërkohë që krejës së zonës në terren, po i vjen ndihmë dhe patrullimi nga ajri përmes helikopterit të policisë. Gjithashtu janë ngritur postoblloqe në hyrje dhe dalje të Orikumit, në Dukat dhe Llogara. Nga të dhënat e para bëhet me dije se grabitësit kanë mundur të marrin nga banka shumën e 5 milionë lekëve të vjetra.